që nga rifunksionalizimi në platformën e prokurimit dominojnë procedurat e nisura nga komunat. Të mërkurën e 14 marsit, Komuna e Podojevës publikoi njoftimin për kontratë për ndërtimin e pishinës gjysmë olimpike me vlerë prej 4 milion euro. Një ditë më herët, Komuna e Ferizajt po ashtu njoftoi se ka nisur procedurat e prokurimit për ndërtimin e qendrës multifunksionale me vlerë prej 3.3 milion euro. Ndërsa Gjakova nisi procedurën për rekonstruktimin e një rruge në vlerë prej 640.000 euro. Këto në fakt ishin vetëm disa nga projektet me vlerë më të madhe, derisa 10 të tjera me shuma më të vogla. Fillimi i procedurave për projekte që konsiderohen me rëndësi sipas njëzve të punës së nivelit lokal tregojnë jo seriozitet në raport me besimin e qytetarëve. Për shoqërinë civile është shqetësuese një çështje e tillë, sepse ata po zhvillojnë shumicën e projekteve të rëndësishme në fund të mandatit të tyre. Kjo tregon edhe çastin e tyre rreth përgatitjes së tyre për të zhvilluar një fushat në vitin e fundit të mandatit të tyre. Por kjo është njëra prej praktika më të këqija që kanë apo që mund të bëjnë këtë rast kryetarët e komunave. Po ashtu, fillimi i projekteve vetëm disa muaj para përfundimit të mandatit vlerësohet se krijon pasiguri nëse do të përfundohen. Këto praktika të keqe janë edhe rrezik potencial për një proces të drejtë, jo transparent, e që rrezikon edhe cilësinë e këtyre projekteve. Ne kemi ngritur shqetësimin sepse shpeshherë këto planifikime janë në kundërshtim edhe me kërkesat dhe nevojat e qytetarëve që vijnë nga zonat rurale dhe urbane. Zgjedhjet komunale do zhvillohen në nëntor të këtij viti.